37 vendime kanë kaluar në mënyrë rekord. Prit. Edhe një rast tjetër. Dilte Ilir Meta, sa asnjëri se ka thënë këtu. Dhe prandaj Ilir Meta, që the edhe ti për rastin e tij, të masës sigurisë. Zotri ishe me qetësi dhe dashuri me Edi Ramën, por ti si bashkëpunëtori i Edi Ramës nuk e kuptove që një nga ministrat e tu mos të ka thënë që ore na kanë kalu 37 vendime në Këshillin e Ministrave dhe asnjëri nuk kemi kuptuar çfarë bëhet. A ke fol me Ramën? Po si na thoshte ai qetësi dhe dashuri? Se kuptova këtë gjë. Si ishte kjo gjë që këtu bëhet korrupsioni, incineratori nuk ekziston, po tani kemi kuptuar që nuk ekziston. Pra, jemi në një moskuptim, në një problem të brendshëm të perceptimit, të dhënies sinjali që shiko këtu nuk po shkon diçka mirë, po edhe sikur të jemi në këtë raste, do të thotë që ata kanë përfituar diçka dhe atëherë kur shprish interesi individual kanë filluar të reagojnë. Prandaj, edhe rasti Agaçi është reagimi individual i Edi Ramës për të luftuar Sali Berishën dhe për të mbrojtur Agaçin numri 2 të qeverisë. Dhe mos harroj një fakt tjetër. Pse Rama u largu nga Europa dhe bota e jashtme dhe na del mjes për mjes, sy për sy, duke folë shqiptarëve? Çfarë ai don të lançoj për të mbrojtur veten? Se vllajën e vet e mbrojti në një videokonferencë direkt. Doli Spagu tha, "Këtë kemi të pastër." Doli direkt ai dhe nuk u mor më. Po pse ai duhet të dali tani në çdo vend brava Partia Socialiste se Rilindja ka vdekur? Se tani pse i shpëton këta, se nuk i shpëton më Rilindja, se me Rilindjen e ka tandisur Partia Socialiste aty ku nuk e imagjinoj asnjë. Pse duhet të bëj këtë lançim? Se pikërisht Edi Rama po bën gati rrugën që edhe kur t'i dali dikush tjetër, të jetë i qartë, unë zotëri, përgjegjësia nuk është kolektive, është individuale. Por ama te Agaçi do të thotë dikush, ai ka përgjegjësi individuale dhe dihet që ti ke përgjegjësinë edhe penale, edhe politike, edhe individuale, që le një sekretar të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave duke shkel ligjin në sy përpara teje. Nëse Angela Agaçi vendoset para drejtësisë dhe nga ana tjetër vendos që të pendohet ose të rrëfej, a mendoni se mund ta hedh në erë, po themi në mënyrë figurative, kryeministrin Edi Rama dhe mund ta çojë atë më shpejt përpara drejtësisë? I nderuar, në rast se kemi me dhimbje them këtë, se është e tmerrshme, arrestimin apo një masë sigurie ndaj një sekretari të Këshillit të Ministrave, me njëherë në një vend demokratik, në një vend europian, bie e gjithë qeveria dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Për shkak se jemi drejt zgjedhjeve, sigurisht që Rama duhet të zgjidhjen më të vështirë, por duhet të pranoj një kauzë të hedhur nga Partia Demokratike që është qeveria teknike dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve të ardhshme dhe deri në shtator me një qeveri teknike që kush do të marrë në datën 11 maj qeverin, ta marrin në shtator të 2025-s dhe vendi të kaloj patjetër në një administrim me qeveri teknike. Qeveria teknike nuk është përdorur nga Partia Demokratike për skandalet e vetme që mund të jetë ndaj
zyrtarëve të lartë, por është përdorur si një pretekst për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po jo sepse Agaçio ka bërë gabime fatale, por se Agaçio ka bërë gabime të mëdhaja dhe në rast se Agaçio ka bërë gabime të mëdhaja, do të thotë që edhe Rama ka përgjegjësinë politike të shplahet menjëherë duke kërkuar dorën e shpëtimit dhe gomardarjen se si gjithmonë e ndodhur me Partinë Demokratike. Dolli Gërdeci, 2008 u bë kodi zgjedhor. A kishim krizë më të rëndë? A kishim vrasje shtetërore më të rëndë se ajo nuk ka ekzistuar në botën? Kishim. A kishim marrëveshjen e famshme të Edi Ramës dhe Sali Berishës për kodin zgjedhor? E kishim. Çfarë e pengon Edi Ramën në një bombë atomike brenda Këshillit të Ministrave? Asgjë. Thjesht qeverisje teknike. 1. Shpëton lëkurën e tij, sepse do ta kërkoj shpëtimin. 2. I jep vendit zgjedhje demokratike dhe në rast se ai në pjesën të tretë më të rëndë ikën me kokë lart nga politika dhe Sali Berisha me marrëveshje i shpëton karrierën e tij politike dhe ai mbetet kryetari i Partisë Socialiste. Skenari Fatos Nano 2005. Zotëri, e kemi jetuar. A ishte qeveria Nano të shkonte në burg kështu e gjitha bashk? Skandale nga më të ndryshme. Tani qytetarët shqiptar e din mirat e situatë. Thjesht ju them një gjë. Jashtë hipotekave ç'a ndodhte. Lera, aty mbaroi diskutimi. Duke u referuar zgjedhjeve që pritën të mbanë në 11 maj, por edhe një skenari të një qeverie teknike. Megjithatë, partitë politike kanë nisur, po themi, atë fushatën elektorale në një farë mënyrë duke i ndezur motorët prej kohësh dhe para pak ditësh kryedemokrati Sali Berisha ishte në Athinë ku zhvilloi një takim me simpatizantët e tij dhe u shfaq në krah të Fredi Belerit. Ndërkohë pas këtij takimi ai theksoi se kur të vinë në pushtet do të rikthente marrëveshjen e detit për ta finalizuar atë. Çfarë marrëveshje dhe çfarë pazari më sa kërkon Berisha të bëjë me grekët pasi të vinë pushtet ose edhe para se të vinë pushtet? Unë nuk e di marrëveshjet, unë dua të them që çdo marrëveshje që duhet bëhet konform kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Normalisht të jetë në favor të të dyja palëve. Pse duhet të jetë në favor të dyja palëve? Sepse marrëveshja çfarë është? Merren vesh dhe marrëdhënia çfarë është? Një diskutim që të dyja vendet shkëmbejnë midis njëri tjetrit dhe fund fare midis negociatave do arrihet dhe një draft përfundimtar që çfarë kërkon secili shtet për ujërat e tij dhe kufit ndaj ujërave të cilat na rrethojnë.